Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në televizionin e Roja. Kriza e sigurisë në rajon, zhvillimet e hapshme në glob apo në mbar botën dhe kriza e vazhdueshme Ukrainë-Rusi janë disa zhvillime të cilat e kanë marrë pezën sigurinë edhe në Kosovë. Për të diskutuar lidhur me zhvillimet e sigurisë në Kosovë kemi të ftuar njohuesin e çështjeve të sigurisë generalin Kader Kastrati. Faleminderit zoti Kastrati që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit të Roja. Faleminderit për ftesën. Si po shihni rrjedhat e sigurisë në nivel bote, sepse ka një zhvillim me ardhen e administratës ose presidenti Trump, ka një zhvillim të dukshëm në vende të ndryshme, posaçërisht Evropa nuk është e qetë në të kuptimin e si më hershëm. Po me ardhen e presidentit Trump apo administratës Trump në pozitë me 20 janar të këtij viti dhe paralajmërimet e tij apo të administratës Trump që do të dalin nga NATO-ja dhe nuk do të jenë më mbrojtës të Evropës, faktikisht Bashkimi Evropian e ka lëvizur nga gjumi, them ashtu, sepse Bashkimi Evropian çdo herë ka qenë në gjumë, sepse Amerika është kujdesur për sigurinë e Evropës dhe takimet shumëta, iniciativat shumëta europiane që ka rezultuar edhe me takimin apo summitin e fundit ku liderët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar që do të investojnë diku rreth 800 miliard euro. Kjo lën të kuptohet se situata është mjaft komplekse, mjaft serioze. Lufta Rusi-Ukrainë e ka lëviz komplet këtë situatë globale të sigurisë, sepse askush nuk e din se Rusia a do të ndalet në Ukrainë, a ka qëllim okupimin e Ukrainës, apo e ka qëllim kthimin e ndikimit të Bashkimit Sovjetik që ka pas më herët. Sipas gjitha gjasave, sipas gjitha analizave që janë bërë në brenda Bashkimit Evropian, brenda shteteve NATO-s, është se Rusia nuk e ka plan të ndalet aty, por në radhë ka Moldavin, e ka Rumënin dhe ndoshta edhe shtetet e Baltikut dhe dim saktë që këtu janë anëtarët NATO-s dhe pastaj do të jetë mjaft situata komplekse, a do të ekzistoj akoma më tuti artikulli 5 i traktatit NATO-s, ku nëse sulmohet një shtet, gjitha shtetet e NATO-s ta mbrojnë dhe kjo në një farë mënyrë apo tjetër e shohim nëse ndodh kjo, faktikisht luftë botnore. Dhe për atë arsye unë mendoj që situata është mjaft komplekse e kjo është reflektuar edhe me situatën e sigurisë në Kosovë dhe në rajon. Megjithatë, me ardhen e presidentit Trump në krye të administratës amerikane, disi ndryshuan qasja edhe ndaj Rusi SBA, edhe u vitalizuan shtetet evropiane çfarë po ndodhet në atë kuptimin, për faktin që tani kemi një bisedë telefonike mes presidentit Putin dhe presidentit Trump, kemi po ashtu bisedime lidhur me në kërkim të paqes në Ukrainë, që më herët nuk ka qenë kjo me administratën e mëhershme Biden. Po të drejtën, unë me keqardhje ne të gjithë e kom dëgjuar, ne të gjithë e dim që demokracia apo kulmi i demokracisë në botë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë kanë vepruar dhe kanë intervenuar aty ku ka qenë e nevojshme për me mbrojtë drejtat e njerëzit, drejtat e kombeve. Por me ardhen e presidentit Trump situata ka ndryshuar, ai e ka një qasje të krejt ndryshe, nuk intereson fort dhe nuk mërzitet fort se a do të okupohet Ukraina apo do të rrezikohet Evropa, atë intereson pjesa e biznisit, mineralet e rralla, siç i quajnë ata, e dim që Ukraina është shumë e pasur me mineralet të rralla, me minerale tjera, qoftë me uranium, qoftë me çelik, qoftë me pjesën ushqimore. Dhe këtu ka një lëvizje
se ai do ta qetëson apo do ta ndal luftën. Ai ka paralajmëruar që për 24 orë të para do ta ndal luftën në Ukrainë, por kaluan mbi 60 ditë lufta akoma duke zhvilluar. Ai ka menduar që me Rusinë dhe me presidentin Putin do të merret vesh shumë shpejt, do të ndikojë që të ndalet lufta, ndoshta aneksimin e këtyre pjesëve që janë marrë nga Rusia në vitin 2014, por unë nuk e shoh ashtu tu lexu dhe tu analizu, posaçërisht këtu në rajon Serbin, siç e dimë na që çdo herë marrëveshje që ka bërë kur nuk i ka realizuar si ka përmbajt, edhe Rusia parafosisht e ka një politikë një që derisa nuk e arrin qëllimin e vet, unë nuk besoj që do të ndalet lufta në Ukrainë. S'ka mbetur anash, ka përmendur Kosova shpeshherë në çoqet më të larta botërore diplomatike për çështjen e pavarësisë, apo si u shpall kanë diskutuar edhe për vetë Rusia. Presidenti Putin ka përmendur shpeshherë, por një nga krizat që është përmendur më herët në rajon është Bosnia dhe Kosova. Si shihen në këto zhvillime të ndryshimeve globale, këto dy vende, Kosova ende nuk ka përfunduar çështën e bisedimeve me Serbinë. Unë mendoj që Rusia do ta njeh Kosovën automatikisht nëse i lejon bota apo nëse i jep një dritë jeshile që mund t'i aneksoj pjesë që ka okupuar në Ukrainë deri më tani ku është vija frontit, dhe nëse i garanton që Ukraina asnjëherë nuk do të aplikoj minimumin 20-25 vite të ardhshme nuk do të aplikoj në NATO. Dhe unë e shoh që këtu për neve do të jetë një lëvizje pozitive, sepse Rusia me Serbinë ka një miqësi dëbresht, një miqësi të interesave, kanë një fetë njëjtë, por nëse është të vjen pyetje interesi i Rusisë, unë mendoj që Rusia njeh Kosovën automatikisht. Situata në Bosnjë dhe në Kosovë është shumë delikate. Bile unë kisha thonë më delikate është në Bosnjë dhe Hercegovinë me zhvillimet e fundit që bëri atje presidenti i Republikës Serbe Dodik, ku filloi iniciativa për ndryshimin e kushtetutës, pastaj formimin e policive speciale, policisë kufitare, paralajmëroi ndarjen nga Bosna dhe Hercegovina, fillimisht e pastaj dihet çka pason aneksimi apo bashkangjitja e Republikës Serbisë, dhe në një farë mënyrë apo tjetrën po mundohen me jetësue Vučići, Dodiku, Vullini atë politiken e botës serbe. Përpara e kanë thonë Serbia e madhe, tash quhet bota serbe, ku gjithë serbet ku jetojnë të jetojnë në një shtet. Tu rrezikohet Kosova me pjesën veriore, ku kem pas 2 sulme terroriste, sulmin e Banjskës me vitin 2023 dhe vitin e kaluar që kishëm sulmet në objektet vitale të Republikës Kosovës, i bërlepensën dhe infrastrukturës energjetike, sulmet të shumta kibernetike, qofshin ato sulme hibride që janë duke ndodhur në drejtim të Kosovës, e kemi një brigadë që quhen ata brigada veriore, në pjesën veriore që ata janë të stërvitur në rast që Vučići ka nevojë të shfrytëzon ata, tash i përdor edhe për protestat në Serbi, ku ata i murë e qoj atje dhe kanë kriju disa incidente brenda për brenda, dhe unë mendoj që fatbarësia më madhe e jona si Kosovë, po edhe si Ballkan perëndimor është që jemi në vijim me interesat gjeopolitike dhe gjeostrategjike të Shteteve Bashkuara dhe të NATO-s. Dhe kjo neve na jep një sinjal pozitiv që këtu nuk do të ketë ndonjë zhvillim që ka ndodhur mes Rusisë dhe Ukrainës. Megjithatë, këto vite gjithherë Kosova ka, ta themi, si vatër, së bashku me Bosnjën, por shpeshherë në Serbia ka pasur mundësinë të krijojë krizë. Destabiliteti për faktin edhe të përdorë për interesa të brendshme. Serbia gjithmonë, posaçërisht kohën e fundit, është duke prodhuar kriza.
Posaçërisht tash kur e ka situatën dramatike mbrana për mbrana, unë e shoh jo shumë largët që Vučići do të detyrohet të jap dorëheqje, sikur që e dha dhe qeveria e tij dha dorëheqje dhe unë kam dëgjuar zgjedhje dikun i ka caktuar për muajin qershor dhe studentët nuk do të ndalen, sepse e kanë ma në fund që Serbia është total e korruptuar, është e kriminalizuar me një politik fashiste, me një politik nacionaliste të Miloševićit. Këta gjithë janë pioner që janë sot në pushtet, janë pioner të Miloševićit, duke filluar nga Dačići, që është pasardhës i partisë së Miloševićit, pastaj Vučić që ka qenë ministër i informimit në atë kohë, e kemi Vullin, e kemi gjithë kjo garnitur politike, nuk mendon që ta bëjë një politik stabilizuese, që ta bëjë një politik të pro-evropiane, pro-perëndimore, por me prodhimin e këtyre krizave, ata dëshirojnë që me nacionalizëm të bindin popullatën e vet, tash studentët. Megjithatë, edhe ata kanë retorikë kundër Kosovës. Janë shpallë në protesta, në deklarimet e tyre. Po, asnjë politikan Serbi nuk mund vijen pushtet, fatkeqësisht, sepse që është helmue opinionin në Serbi, sa që është i gënjym me mjetet informimit, me televizionet që i kontrollon shteti, sa që ata akoma mendojnë në ëndra që Kosova mund të kthehet në Serbi dhe Kosova është pjesë e Serbisë. Ata akoma kanë Kosovën në kushtetutën e vet, mirë po Bashkimi Evropian, perëndimin përgjithësi, edhe pse është shumë i zbet në politikat e tyre drejt Serbisë apo drejt zgjedhjes problemit marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, ata nuk e kanë një qendrim të fuqishëm te Serbia dhe nuk e kanë një mesazh te popullata e Serbisë që Kosova një herë për gjithmonë ka ikë nga gjiri i Serbisë dhe Kosova është shteti pavarur sovran. Në këtë drejtim unë mendoj që edhe opozita, pavarësisht se kush vije, ndoshta me ardhen pozit, me kohë do të fillon të ndryshon qëndrimet e veta, por për fillim derisa të vijnë pozit, ata do të vinë me qëtë retorikën apo me qëtë agjenden që Kosova është pjesë e Serbisë. Zoti Kastrati, është e secilit shtet të harton politika, të krijon strategji të zhvillimit edhe ato në çështën e sigurisë. Çfarë po bën Kosova për skenare të mundshëm, sepse mund të ndodhen edhe gjëra të paprita, të paparashikuara që mund të ndodhin, so ka bërë institucionet e Kosovës. Po, në kuadër të forcimit të sigurisë të vendit. Unë mendoj që ka hec Kosova drejt implementimit planit zhvillimor dhe vjeçar që është miratuar në vitin 2014, sa unë e kam drejtuar forcën e sigurisë. Kjo ka filluar në vitin 2018 kur na aprovuar 3 ligjet. Ligji për shërbim, ligji për FSK-n dhe ligji për Ministrinë e Mbrojtjes. Dhe në atë kohë faktikisht tash kemi vetë 6-7 vite, 2 fazat kanë përfunduar, jo plotësisht. Jemi ngadalë duke ecur, duke pas parasysh zhvillimet që po ndodhin edhe në rajon, edhe në aspektin global. Unë shumë herë kam përsërit që 2% e bruto prodhimit vendor që ndodhet për ushtri është jashtëzakonisht i pamjaftueshëm, për arsye se ne nuk e kemi ushtrinë e cila është me kapacitet plota operacionale dhe 2% duhet për mirëmbajtjen e saj për kryen e detyrave sipas ligjit dhe kushtetutës, por ne jemi fazën e ngritjes kapaciteteve, që do të thotë që neve na nevojitet 3 deri në 4 herë investim më i madh. Unë sot e lexova në mjetet e informimit se kryeministri në detyrë ka paralajmëruar që do të investojë 1 miliard euro në ushtri. Unë shpresoj dhe uroj mos tjetë vetëm deklaratë politike. Jemi mbrapa infrastrukturës apo jemi mbrapa edhe infrastrukturës, po edhe jemi mbrapa edhe industrisë ushtarake. Sot
përmena më herët 800 miliard euro synon të investoj. Ato fabrikat e armëve, municioneve që janë në Gjermani dhe gjithandej, ato i kanë rrit kapacitet e veta 2 deri 3 herë për me prodhu. Edhe ti sot të kesh para sot dush, nuk mund të vish në rend për të marrë, për të furnizuar me armatime. Ne jemi dëshmitari, kemi ble raketat antitank nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Javelin, ka të 2 vite po bëhen, akoma nuk janë ardhur, pse kërkesat janë jashtëzakonisht mëdha për shteteve ndryshme. Për këtë arsye, po na ikun çdo ditë ushtarët, oficerët, nën oficerët pe FSK-s. Kemi oficerë dhe nën oficerë që fatkeqësisht po them kanë gjeni edhe punë detyrore, sepse paga e tyre nuk ju mjafton për me krye aty obligimet familjare që i kanë. Edhe gjitha këto s'kanë sigurinë shëndetësore, s'kanë sigurinë mjetësore. Puna jashtë orarit punës nuk ju paguhet. Dhe gjitha këto krijojnë një jo nivel moralit të ushtarit që i zhduft me pas. Ai nuk guxon të mendon a do të ketë familja tina për ushqim apo jo. Ai do të mendon vetëm ta kryen punën me nder dhe me patriotizëm që e ka si uniform për me mbrojt lirinë e shtetit Kosovë. Zoti Kastrati, këtë ditë është nënshkruar një marrëveshje mes 3 shteteve, Republikës Kroacisë, Republikës Shqipërisë dhe Republikës Kosovës. E keni parë këtë marrëveshje dhe çfarë do të thotë? Unë e quaj marrëveshje shqiptaro-kroate, është marrëveshje natyrshme. Pse them natyrshme? Shqiptarë dhe kroatët s'kan pas armiqësi kurrë mes veti, përkundrazi. Në luftën e Kroacisë për shtetin kroat, për lirinë e Kroacisë, kanë luftuar 3200 shqiptarë. Komuniteti më i madh pas kroatëve që ka marrë pjesë në luftën e Kroacisë. Një prej tyre jam edhe unë vet, dhe 88 kanë dhënë jetën për lirinë e Kroacisë. Dhe normal që Kroacia mik dhe partner më të fuqishëm se shqiptarët në rajon nuk ka. Gjithashtu edhe shqiptarët nuk kanë partner më të fuqishëm se kroatët. Ne do të përfitojmë shumë nga kjo marrëveshje, posaçërisht Kosova, në integrimet rajonale dhe euroatlantike, fillimisht në kartën e Adriatikut, Kroacia dhe Shqipëria mund të ndihmojnë sepse janë anëtare të këtij mekanizmi, pastaj në partneritet për paqe, gjithashtu që mund të përshpejtojmë rrugtimin tonë në këtë mekanizëm. Sa i përket NATO-s, gjithashtu ata mund të ndihmojnë, posaçërisht Kroacia. Ku qëndron NATO në kuadër të kësaj marrëveshje? Me NATO nuk mund të kemi, pse unë kam dëgjuar shumë deklarata politike të politikanëve tonë që do të ecën me procedurat përshpejtuara. Kjo është, NATO nuk i ndryshon procedurat e veta. NATO i ka procedura që nëse një shtet dëshiron të antarësohet në NATO, të gjitha shtetet e NATO-s, sa janë 31 duke tani, duhet që ta votojnë veç e veç antarësimin një shteti të ri. Dhe për atë arsye mendoj që nuk mund. 4 shtete janë që sa kanë njohur, është Rumunia, Greqia, Slovakia dhe Sponja, dhe unë mendoj që pa e përmbyll marrëveshjen Kosovë-Serbi, dhe pa u bëni marrëveshje gjithë përfshirëse dhe njohje reciproke, ne vështirë do ta kemi që të antarësohemi në NATO. Po ka shikse marrëveshje? Por ne jemi në NATO. Ne jemi në NATO, se NATO ne kemi këtu. Dhe unë nuk shoh ndonjë problem. Por kjo marrëveshje trepolshe do të ndihmojë Kosovën në edukim, në stërvitje të përbashkëta, në operacione ndryshme që do të bëhen kodër. Pastaj Kroacia ka industrinë ushtarake jashtëzakonisht zhvilluar, ku ne mund të blejmë, të bëjmë prokurime me Republikën e Kroacisë, kemi shumë afër liferimi apo dërgimi e armatimeve, municionit është shumë më lehtë. Ndër veprëshmëria e Kosovës me këto 2 shtetet NATO-s do të jetë shumë e lehtë, sepse ne do të nëpërmes ushtrimeve, nëpërmes stërvitjeve të përbashkëta, ne do t'i trajnojmë ushtarët, nën oficerët dhe oficerët tonë, dhe besoj që
ka jashtëzakonisht shumë dobi Kosova në këtë drejtim. Na kemi marrëveshje me Kroacinë, edhe ma përpara në shkollim, në edukim e në gjëra tjera, mirë po kjo e jep një mesazh edhe rajonit, edhe Serbisë, që deri me tani ka menduar që është polici në Ballkanin Perëndimor, është fuqia më e madhe ushtarake, po me këtë aleancë tregon qartë që aleanca që është bërë me këtyre 3 shtete është bërë jo për ta rrezikuar dikon, jo për ta sulmuar dikon, po është bërë për ta arritur mbrojtjen dhe për të arritur aftësitë e shteteve veç e veç për të ndikuar në stabilitet rajonal. Sa ndihmon apo e stagnon marrëveshjet e dejtashme me Serbinë, Kosovë-Serbi, kjo marrëveshje ka pasur reagime të shumta në Serbi lidhur me këtë marrëveshje, edhe pse kanë qenë fillet e para të kësaj marrëveshje, po ka pasur reagime të shumta që shpeshherë kanë pasur edhe si cënim të marrëveshjeve të nënshkruara më përpara. Serbia e ka përdorur këtë për konsum brendshëm politik. Akuzat drejtim të Shqipërisë dhe Kroacisë faktikisht i ka përdorur për konsum brendshëm, sepse situata politike në Serbi është jashtëzakonisht e rënduar, jashtëzakonisht e brisht. Kryeministri i Kroacisë i tha shumë qartë që na nuk e pyesëm, ka kalu koha kur na kemi pyet Serbinë, a duhet me bëmë me dikë marrëveshje ajo. Kroacia ka njohur Kosovën, Kroacia e konsideron Kosovën si partner rajonal i besueshëm dhe në këtë drejtim unë mendoj që edhe pse Serbia akuzon që është prish marrëveshja e garimit në armë, armatosjes të forcave veta, Serbia është armatos në vazhdimsi, si prej Rusisë, si prej Kinës, si prej shteteve tjera, tash sfundi ka porositur edhe aeroplan nga Franca dhe asnjëherë na nuk kemi reaguar në drejtim. Na kemi të drejtë bëjmë marrëveshje me çdo kënd për qëllimet tona kombëtare, për të arritur sigurinë tonë dhe për të qenë taft që ta mbrojmë integritetin dhe sovranitetin e vendit tonë. A mendoni që do ta ngresë forcimin e sigurisë së Kosovës kjo marrëveshje dhe a do të shkon në bazë të planit, në bazë të asaj që është projektuar? Apo? Absolutisht po. Veç qeveria e Republikës Kosovës veç ka marrë hapin e parë për fillimin e iniciativës apo fillimin e legjislaturës për shkëmbim të informacionet të klasifikuara, se një prej 9 pikave ka qenë edhe kjo, dhe nuk mund ta luftosh ti luftën hibride, nuk mund ta luftosh luftën terroriste nëse ti nuk i shkëmben informacionet me partnerët tu. Dhe kjo iniciativë që ka filluar këtu në Kosovë, çfarë do të thotë që është fillim i mirë dhe mendoj që do të forcojnë Kosovën si shtet i ri, si shtet pa provojë, sidomos në luftën kibernetike, në luftën shkëmbimin e informacioneve, që Serbia është çdo herë e interesuar që ta destabilizojë Kosovën, qoftë nëpërmes luftës hibride, qoftë nëpërmes luftës terroriste direkte që kemi pas raste që i përmenda më herët, dhe unë mendoj që Kroacia ka një eksperiencë të jashtëzakonshme, shumë më të madhe se na që kemi, dhe unë mendoj që Kosovën do ta forcoj edhe në ngritjen e kapaciteteve, edhe në profesionalizimin e ushtrisë vet, por edhe në shkëmbimin e informacioneve apo të qenit edhe të pasurit informacionet për me parandalue gjitha ato kërcënimet dhe rreziqet e mëshme që mund të vinë drejtim Kosovës. Si shihet për të ardhmen kjo marrëveshje? Apo krijon balance shtetësh në nivel sigurie të njëjta në Ballkan? Po, unë mendoj që po. Unë mendoj që është një mesazh i qartë për Serbinë, si thashë më herët, sepse këto 3 shtete me përafërsisht dikon rreth 7 milion banor, me 3 ushtri, me një të kalume që kanë dëshmuar, posaçërisht Kroacia dhe Serbia që kanë qenë luftë kundër Serbisë, kanë dëshmuar që janë të gatshme që të përballen me ushtri që e ka sot Serbia, dhe unë mendoj që është një balancë i mirë, edhe pse jo që ne si Kosovë, po në mendoj edhe Kroacia edhe Shqipëria janë gatshme që të pranojnë edhe shtete tjera. Ne kishim pas dëshirë që tjetë edhe Mali zi këtu me neve, po mos ta kishte një qeveri pro-serbe.
Por nëse nesër ndryshon qeveria atje, bëhet një qeveri pro-europiane, unë mendoj që do t'jetë e mirësor dhe malizit jetë në këtë aleancë që të forcojmë akoma më shumë një aleancë apo një bashkim i këtyre shteteve. Une duhet të them që kjo ka ardhur krejt si rezultat i gjithë këtoj situate sigurisë që po ndodhen nëpër botë dhe këtu në ballkonin perëndimor në hapësirën ku ne jetojmë, kjo marrëveshje mendoj që edhe në aspektin politik edhe në aspektin ushtarak është jashtëzakonisht e mirë. Si është parë nga reagimet e jashtme, NATO, BE, SBA, kjo marrëveshje, a ka indikacione që është nxitur nga dikush këto shtete që të krijojnë këtë marrëveshje apo që të jetë filli i marrëdhënieve të sigurisë? Po ne më disa deklarata të zyrtarëve të NATO se faktikisht nuk është e vërtetë që Kroacia dhe Shqipëria nuk janë konsultuar me Brukselin. Janë konsultuar me Brukselin dhe kjo për Brukselin nuk paraqet ndonjë problem, përkundrazi janë shumë pozitive aleancat të tilla në rajonet ku ka disbalans mes forcave të armatosura, siç është këtu ballkoni perëndimor, dhe unë mendoj që këtu veç edhe Bullgaria ka paralajmëruar që mund të qasit kësaj aleance dhe unë nuk shoh ndonjë të keqe apo nuk kam lexuar apo nuk kam dëgjuar deri më tani që ndonjë shtet aleat i NATO-s apo ndonjë zyrtar nuk e ka mirë pritur një aleancë të tillë dhe kjo mendoj që është mirë pritur për arsye që thash edhe më herët të balancimit të raporteve, balancimit të forcave këtu në rajon. Serbia ka qenë superfuqi rajonale këtu ushtarake dhe me këtë marrëveshje dhe me marrëveshje tjera në kodet kësojnë apo nën marrëveshje që unë besoj që do të lindin me kohë ku dal nga dal do të rritet kjo marrëveshje do të zgjerohet, ndoshta edhe në fusha tjera, përveç aty në fushat që i kemi lexuar edhe kemi parë në këtë marrëveshje, pse jo do të bëhet një kundër përgjigje e fuqisë ushtarake të Serbisë, se ajo nuk mund të bën më çka ka bërë deri më tani nga vitet 90-ta e deri më tani, po duhet kujdeset se si të veprojë dhe çka do të ndërmerr të ardhmen të pas parasysh apo të pas përballë një aleancë siç është kjo marrëveshje tripolshe. Çdo marrëveshje ka të mirat, po edhe ka sfidat gjatë implementimit, gjatë kohës të cilat duhet të implementohet dhe duhet të zbatohet në ato pika. Cilat janë sfidat që mund të dalin rrugës në këtë marrëveshje? Po, unë kam dëgjuar disa analistë që unë spajtona absolutisht që duhet ta keni buxhet përbashkët, duhet as natë as ka buxhetin përbashkët, por këto tri shtetet sfidën numër 1 do ta kenë rritjen e buxhetit. Rritjen e buxhetit, rritjen e investimeve në mbrojtje, rritjen e modernizimit të forcave të armatosura, ndërvepërshmërinë e këtyre forcave duhet të bëjnë më shumë ushtrimet përbashkëta qoftë Kosovë, qoftë në Kroaci apo në Shqipëri, duhet të kenë, unë besoj që Kosova ka, sepse që nga fillimi NATO-n e kemi këtu, edhe Shqipëria duhet dal nga dal të kenë standardet me vit NATO-s, qoftë në pajisje, qoftë në armatimet, qoftë në kalibrat e ndryshëm, qoftë edhe në pajisjet ndryshëm automjet e kutadione, sepse nëse do ta kemi një marrëveshje që nesër veprojnë së bashku, atëherë duhet të kemi edhe armatimet dhe pajisjet e ngjajshme që mund të përdoren komunikimi, mund të përdoret edhe veprimi në shtetet që ne kemi bërë një aleancë. Dhe unë këto e shoh si sfidë fillestare që unë mendoj që do të kalohet, sepse Kroacia, thashë edhe një herë, ka industrinë ushtarake të zhvilluar, Kroacia dhe ku ka blerë pjesë në botën perëndimore të shteteve anëtare të NATO-s, edhe ne gjithashtu dhe unë nuk shoh ndonjë problem këtë drejtim. Zoti Kastrati, i takoni fushës së sigurisë, fushës së mbrojtjes. A ka një vend që pa ekonomi të zhvilluar, pa zhvillim të hershëm ekonomik, që të ketë një mbrojtje stabile dhe të sigurt. A na duhet neve si Kosovë të fokusohem edhe në këtë drejtim që të bëhem një shtet funksional në ndërtimin e kapaciteteve mbrojtëse më pas?
Po, zhvillimi i forcat armatose lidhet ngushtë edhe me zhvillimin ekonomik, sepse nëse s'ka zhvillim qëndrueshëm ekonomik, nuk mund të kesh as forcat armatosura të zhvilluar sa duhet, sepse ata njerëz që shërbejnë brenda forcat armatosura duhet t'i paguash, duhet të kenë një standard normal jetësor, pastaj ka shumë elemente tjera, duhet të furnizosh këtë ushtri me qoftë me pajisje, qoftë me armatime, ndërtimin e infrastrukturës. Tash në fazën e tretë të ushtrisë na pret një kosto shumë më e madhe se që kemi pasur deri më tani, ngritjen e kapaciteteve ajrore, ngritjen e kapaciteteve të mbrojtjes kundërajrore, pastaj ngritjen e kapaciteteve artillerike që janë shumë të kushtueshme, parashive deri në 205 mm që Kosova të ketë topat, haubicat, dhe krejt kjo lidhet ngushtë me ekonominë. Por po e them për disa për shumë të herë, duke pas parasysh zhvillimet e sigurisë globale, ne duhet të hiqim disa prioritete që nuk janë të rëndësishme për vendin. Duhet ta hiqim një autostradë, shembull, duhet ta hiqim një rrugë edhe të investojmë në ushtri, sepse në anën tjetër, po s'kije forcat armatosura të mira, mirëfillta, që e garantojnë sigurinë, garantojnë as investimet e huaja nuk vinë. Sepse nuk e shohin sigurt. Janë të ndërlidhur njëra me tjetrën. Janë të ndërlidhur njëra me tjetrën. Dhe për atë arsye ne mendoj që ka ardhur koha që krahas disa fushave, siç është arsimi, shëndetësia, prioritet ta kemi mbrojtjen dhe sigurinë. Sepse kjo në këtë moment është jashtëzakonisht e nevojshme për jetën, për qytetarët, për pronat, për shtetin. Dhe për këtë arsye ne mendoj që edhe shumë herë kam thonë dhe po them prapë që qeveria e Republikës Kosovës, kushdo që e formon tash pas zgjedhjeve fundit, do duhet që ta ketë prioritet mbrojtjen dhe sigurinë. A duhet të jetë e gatshme? Kosova ka bërë gati 2 muaj nga zgjedhjet e përgjithshme nacionale. A duhet të jetë e gatshme për çdo skenar të mundshëm, që thamë ka zhvillime të hapshme anë kënd botës, edhe Kosova a duhet të jetë e gatshme në këtë drejtim që të ketë plane, edhe rezervë, ta themi, në përballën me çdo eventualitet, si në aspektin diplomatik, si në aspektin politik, po ashtu edhe të sigurisë. A është Kosova në këtë drejtim? Unë mendoj që nuk jemi. Diplomacia jonë 4-5 vite e fundit ka qenë shumë e dobët, sepse diplomacia, Ministria e Punëve të Jashtme ju prin gjitha integrimeve të Ministrisë Mbrojtjes apo të forcat armatosura, dhe në këtë drejtim nuk kemi ecur sa duhet. E dim fare mirë që marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me aleatët tonë kryesor, nuk janë ato që kanë qenë më herët, dhe kjo është për keqardhje. Problemi është që ne e dim shumë mirë që Serbia ka pretendime territoriale ndaj Kosovës. Rrezikohemi gjithmonë nga ta, posaçërisht pjesa veriore, po edhe pjesë tjera. Dhe në këtë drejtim, unë mendoj që do duhej shumë shpejt të formohet një qeveri e qëndrueshme, një qeveri e cila është më larg pamse, që ka vizion të qartë posaçërisht për çështjet që rrezikohet Kosova, forcimin e mbrojtjes dhe sigurisë, forcimin e marrëdhënieve diplomatike me aleatët tonë, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet Evropiane, dhe në këtë drejtim unë mendoj që do duhet t'i lëmë anësh interesat personale dhe partijake, dhe në këtë situatë të komplekse të përgjithshme, qoftë në rajon këto, qoftë edhe në Evropë dhe në botë, ta presum dhe ti menanjojmë gjitha ato rreziqe që vinë me një qeveri stabile, me një qeveri që den të merr vendime në momente duhura për të zgjedhur problemet për qytetarët e Republikës Kosovës. Kosova po na shprazet prej trive dhe trejave. Kosova nuk është mirë, nuk është stabile në aspektin as ekonomik, as në aspekte tjera, dhe ne nuk duhet të arrejmë vetë vetën, ta gënjejmë, por duhet të shohim pasqyrën reale, edhe të largojmë interesat personale të ecëm dhe të zhvillojmë Kosovën aty ku duhet të shohim ne të gjithë. Zoti Kastrati, faleminderit për kohën dhe opinionin e dhënë për televizionin e Reja. Ishte kënaqësi, faleminderit.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.